Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV për të ndarë një shkrim që ka mbritur në redaksin ton. Është përfolur shumë për Mimoza Ahmetin, është përfolur shumë për çmimin e madh që në fakt ka patur ca hamencime që çmimi nuk do t'i jepej Mimozës dhe për këtë gjë kanë reaguar edhe familjarët e Mimozës. Do me thënë ato tregojnë që Mimoza është në një luftë, nëse mund ta themi në thonjza, do me thënë është duke luajtur për çmimin e madh. Ato janë të lumtur sido që tjetë kushdo që ta fiton, por janë të bindur që Mimoza në jetën e saj gjërat i ka marrur me merit. Ato kanë ndarë edhe një moment që në fakt është pak emocional, duke treguar që Mimoza asnjëherë në jetë nuk është përkulur për t'ju lutur dikujt që të merrte një pozicion. Në Shqipërinë tonë të dashur, fatkeqësisht kemi parë ca skena të shëmtuara, unë i quaj skena të shëmtuara, duke parë personazhe të cilët kanë qenë të pa realizuar në jetën e tyre, kanë marrë pozicione interesante, kanë marrë domethënë fuqi interesante dhe personazhet e realizuar çuditërisht janë gjuajtur në tokë dhe sikur vlera apo imazhi i tyre, vlera e madhe për to s'ka patur jetë. Dhe realisht këtë gjë kanë treguar familjarët e Mimozës duke folur për të vërtetën e saj. Mua më ka mbritur një shkrim mbi të cilin unë e kam ndryshuar pak për t'ju sjellur edhe më bukur. Tani, nëse kërkojmë një histori që të na e thyen zemrën, por njëkohësisht edhe të na mbush me krenari, duhet ta dëgjojmë atë se çfarë thon familjarët e Mimozës. Për ata që e kanë parë Mimozën që në rritjen e saj, e cila ka qenë thjesht një vajzë e zgjuar, por jo më pak vetëm thjesht një vajzë e zgjuar, ajo ka qenë mishërimi i një karakteri që nuk u njoh kur dhe nuk u gjunjëzua. Do të thotë kjo është shumë e madhe, Mimoza asnjëherë nuk ju është gjunjëzuar askujt për t'i kërkuar një pozicion pune, sepse jemi mësuar në Shqipëri të shohim skena të tilla që njerëzit i kanë marrë pozicionet e punës nga partia, nga rrethi. Mimoza kurse ka bërë një gjë të tillë. Edhe kur dyert e jetës së saj i mbylleshin, gjë që në fakt Mimoza e ka prekur në shtëpi, ka thënë që nuk është hera e parë për mua që dikush më kërcënon, për shembull e preku me zhakun këtë gjën, edhe kur jeta i vinte përpara sfidave që do ta thyenin çdo njëri tjetër, Mimoza qëndroi e drejtë. Do me thënë, kur ta kuptojmë se sa halle ka kaluar Mimoza, thjesht ne i bëjmë pyetje vetes. Shpeshherë edhe unë ja kam bërë pyetjen vetes. Ore, do me thënë, i përballojmë sfidat ne që na sjell Zoti, sepse Mimoza i ka përballuar. Familjarët e saj tregojnë me sytë të mbushur me lot, por me zërin plot krenari, se ajo kur as në ditët më të vështira nuk pranoi që të përkulej. Nuk i kërkoi asnjëherë favore askujt, nuk ju lut asnjë njeriu për pozicione apo për privilegje që realisht nuk i meritonte. Ajo mbante në duar diploma të arta, dëshmi të një intelegjence dhe përkushtimi të jashtëzakonshëm, por jeta nuk i dhuroi asgjë në pijatë të argjend. Do të thënë, është një personazh që të gjitha gjërat e asaj që ka arritur në jetë, fatkeqësisht i ka arritur me shumë vështirësi, krahasuar për shembull nga realiteti ditës së sotme, ku shumica e njerëzve marrin pozicione pune, marrin pozicione jete duke përdor edhe partitë politike. Ajo mbante në duar diploma të arta, dëshmi të një intelegjence dhe përkushtimi të jashtëzakonshëm. Gjithçka që sot Mimoza e ka arritur me sakrifica që shpesh herë i mbajti vetëm për vete, dhe çuditërisht domethënë Mimoza ka dalur nëpër media, por asnjëherë nuk ka treguar që ka një jetë të vështirë. Net pa gjumë, punë të palodhur dhe një besim të palëkundur tek forca e saj. Ajo zgjodhi rrugën e vështirë, rrugën e ndershme, atë rrugë ku dinjiteti vlen më shumë se çdo post apo famë e shpejtë. Kur Mimoza hyri në ferma VIP, publiku pa atë që familja e saj e dinte prej kohësh.
Mimoza nuk ishte thjesht një konkurrente, ajo ishte një grua me bërtham çeliku. Ferma VIP nuk bëri gjë tjetër veç se shkëputi maskat dhe nxori në pa anën e saj më të pastër dhe më të sinqert edhe më të ndjeshme. Në atë ambient ku shpesh mbizotron intriga, Mimoza mbeti ajo, e vërteta që shkëlqente mes asaj zhurme. Për ne, për ata që e njohin shpirtin e saj, Mimoza nuk ka nevojë për çmime fizike për të qenë fituese. Ajo ka fituar betejën më të rëndësishme, betejën për të qenë vetvetja, pa u korruptuar, pa u shitur dhe pa ndryshuar vlerat e saj për asnjë lloj interesi. Mimoza është fituese sepse në një botë që të kërkon të përkulesh, ajo zgjodhi të jetë krahapur, krenare dhe pamposhtur. Ky është shembulli që meriton të dëgjohet. Ky është shpirti që meriton të duar trokitet. Për ne ti ke fituar tashmë zemrat tona. Ky është teksti që në fakt na kanë sjellur në redaksi, që do të thënë familjarët e Mimozës nuk e kanë fare pikë dyshimi. Edhe në qoftë se Mimoza nuk e fiton, Mimoza ka fituar gjën më të rëndësishme për to dhe ajo është zemrat e publikut.